Djali s'mdo, punoj pundore për të siguruar kafshatën e bukës. Kam vetëm një djalë, të hasretit. Veç unë e di se si e kam rrit, çka kam i hek deri kam rrit me shumë sfida e probleme ekonomike e sociale. Djali u rrit dhe po më sjell probleme. Unë detyrohem të punoj për kafshatën e bukës, ani pse jam në moshë të shtyer. Ani pse u mundova me eduku dhe me ja plotësu të gjitha kushtet, por nuk më doli djali siç edhe deshta. Shkollimin e la në gjysmë, është punësuar, por her punon, her jo, nuk është i edukuar të punoj. Parët që i fiton i harxhon rrugëve të gabuara, rrugëve të këqija. Nuk vjen në shtëpi me orë të tëra, e ndonjëherë edhe me ditë. Kur të vjen në shtëpi, vetëm sjell zhurmë dhe probleme. Vazhdimisht më kërkon para. Nuk më jep asnjë para mua, ani pse her punon e her jo. Shumë herë s'kam çka të ha për drek ose për darkë. Çdo pare që e kam duhet me më shef se ai me i merë edhe i shfrytëzon në rrugët e gabuara, del me shok të natën. Kam filluar të punoj pundore, e t'i shes tek disa të afërm e me ato të asiguroj kafshatën e bukës, për drek ose për darkë. E rënd për mua shumë Sinan që e rrita edukova dhe që tashmë në moshë të shtyer do të duhesha ta kisha shërbimin e tij, e jo unë të punoj për bukën e gojës. Nuk e meritova këtë nga djali im, në fakt asnjë nën nuk e meriton një sjellje të tillë nga evladët. Tani jam në moshë të shtyer dhe kam nevojë për dikën që më shoqëron, për dikën që bisedon me mua, për dikën që më ndihmon në punët e shtëpisë. Unë s'kam askënd, një djalë të hasretit dhe ai nuk është pranë meje. Unë mendoja që djalin ta fijoj, ta martoj, por ja që djalin nuk është në rrugën e duhur. Me parët e pundorës që e bëj, si xhampera, çorapa, kështu me radhë, duhet ta blej bukën për drek ose për darkë. Çdo ditë, edhe gjërat e tjera, ushqim, higienë e kështu me radhë. Nuk është që shes shumë. Pasi tash në këtë kohë kuptohet që s'ka shumë interesim. Andaj ndodh shpesh, për një kohë nuk mundem me shit, pasi që s'ka interesim. Dhe detyrohem ta marr bukën verësia po bërç, e pastaj t'ia kthej paratë. E rënd për një nanë e cila tu e pas djalin në shtëpi, djalin e shëndosh e tu i punu me pas problem për ushqim, me pas problem për kafshatën e gojës. Vëllëze dhe motra, nuk është e lehtë për një nanë të moshuar e cila ka nevojë për dikën të qohet e të përgatis bukën për vete, të qohet e të punoj pundore e të shes e të fitoj diçka nga ajo për të bler bukën. Të hanë mërzia, të vret mërzia, unë asnjëherë s'jam durizuar, edhe deri te kem shëndetin do të punoj në emër të Zotit, por është e rënd me punu në moshë të shtyer, duke pas djalin e shëndosh, madje duke menduar sakrificën, mundin për djalin që kam bë. Me orë të tëra rri duke punuar pundore. Kajher kam problem sepse nuk shoh edhe aq mirë, e po ja që shpirti do në ushqim, e duhet jetuar, pastaj patjetër që edhe une duhet punuar. Zoti o dhe zoft të gjithë nënat, djemt e vajzat tona. Shpresojmë që rastet si unë dhe të tjera të ketë sa më pak, e inshallah sa më shpejt të evitohen dhe të mos ketë më askush probleme. Të mushën mend një herë për gjithmonë evladët dhe të forcohen familjet tona siç ishin të forta dikur.